Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, hodhi akuzën ndaj socialistëve, duke theksuar se mazhoranca e ka hipokrizi objektivin për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Berisha përmendi disa çështje që bien ndesh sipas tij me praktikat europiane, duke nisur që nga moslejimi i Komisionit Hetimor për Akshin, mosheqja e imunitetit për Belinda Ballukun, si dhe mosheqjen e mandatit të Olta Xhaçkës. Ai vjoi më tej duke akuzuar Olsimanjan se po mbahet peng nga Balluku. Damkosi në këtë mënyrë. Po në Bruxelles, ju damkosët si qjeni, korruptor, Edi Rama dhe Lubi Balluku janë bërë famzi në Bruxelles dhe në çdo kancelari europiane. Janë bërë famzi sepse dosja Balluku dhe dosja Akshit qarkullon në mbar Europën. Janë bërë famzi sepse Edi Rama u detyrua se s'po përdor shprehje tani. Ti fshik pucët Lubi Ballukut, kur ajo nxori të gjithë dosjet që disponon për Edi Ramën dhe hodhin kosht plerave. Mantrën me të cilën kishte punë të çdo ditë, reformën drejtësi, i mbylli dyert prokurorit që s'kishte ndodhur kur në historinë e Shqipërisë. Dhe ju që flisni sot për integrimin, o hipokrit. Pa nuk keni ju që votuat për Lubi Ballukun, o hipokrit. A nuk keni ju që me mandatet tuaja thika bllokuat prokurorin dhe i futet thikën reformës drejtësi. Prandaj e merr, ku është Luziu? Që merr Lubin në Peshkopi, e merr se ja ka dosjen Luziut. Ja u them unë ju, ja ka krijuar dosjen me Oltën Bistrin. Deputeti i Partisë Socialiste Olsimanja kërkoi fjalën për të kundërpërgjigjur akuzave të Berishas. Kryeparlamentari Niko Peleshi nga ana tjetër refuzoi kërkesën e deputetit duke thënë se nuk mund të prishet radha e fjalës në diskutime. Ai u drejtua Manjes me fjalët "unë nuk jam Niko", duke nënkuptuar se në seancë është kryetari i kuvendit dhe raporti me mazhorancën është i njëjtë si me opozitën. Zoti Balla, unë nuk jam Niko. Ju lutem. Zoti Balla, përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Ju lutem se po marrim minutat. Zoti Manja, e tham që në fillim, mos i ngelet atri askujt, është me minutazh të përcaktuar, nuk mund të ndërpritet për procedurë, nuk mund të ndërpritet për replik. Pas debatit, seanca vijoi sipas rendit të ditës me diskutimet mbi rezolutën dhe integrimin e vendit në BE.